Më thash që na jemi të privilegjuar kur na thoni po për me ju përgjigj pacientëve tuaj e shikuesve tonë, është një shqetësim shumë i madh, po jo çdo herë e dim çka është. Ndoshta nuk ja kemi ditë emrin si është apne e gjumit, po e kemi përshkruar me verzionet që i thash edhe unë. Saranda, ti je inovatore nëse i përket edhe temave në emision, është një temë që për fat keq merr shumë pak vëmendje sa duhet ketë. Është një temë që vende të tjera të Evropës vetëm e kanë ezauruar, e kanë konsumuar si temë. Faktikisht gjithë populata, gjithë audienca din çka është apnea e gjumit në Evropë. Për fat keq në Kosovë ne veç sa kemi filluar ta njohim, jo vetëm tek populata e gjerë, po flasim edhe për profesionistë shëndetësor që ende janë me shumë pak informata sa i përket këtij problemi që është një problem shumë i madh, shumë i rëndësishëm, si në aspektin klinik, po edhe aspektin epidemiologjik, sepse është shumë i shpeshtë. Ti shumë mirë bëre një hyrje sa i përket kësaj temës, çka është apnea e gjumit. Unë çka do të shtoja është që ne e neglizhojmë si problem. E neglizhojmë sepse një spari nuk e njohim, dhe shpesh e marrim problemet e tilla ja atribuojmë një problemi tjetër. Shumë mirë përmende lodhin e këto simptomat që janë tipike për apneën e gjumit. Plot njerëz që kanë një problem tillë, gjatë gjithë ditës kanë simptome të cilat ja atribuojnë probleme të tjera dhe nuk e dim pse po vijnë. Jo vetëm ata që nuk e din, po dhe mjekët cilët i kontrollojnë nuk e gjejnë shkakun e këtyre problemeve. Kur flasim për këto probleme, duhet kemi parasysh që jo vetëm lodhja e jo tipike, se po flasim për një lodhje kur njeri zgjohet nga mëngjes, në mëngjes thotë jam i lodhur. Saktë, që ndodh shumicës, ose zgjohet me kokëdhëmbje. Kokëdhimbja gjatë ditës, një gjendje mosdisponimit, një gjendje kur ai ulet para televizorit dhe e marr gjumi. Ka pas raste më ekstreme kur e marr gjumin në komunikacion, edhe ka psu pe aksidentit. Pra janë probleme që e ndjekin, edhe njeri nuk e din pse e ka këtë problem. Kjo mund të vjej shpesh si pasojë e çrregullimit të gjumit që vjen nga çrregullimet e frymarrjes.